Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhura falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun xhalla wala që takimet të bëjnë të bekuara, do bëshën për neve në dunja dhe të shpërblyera ditën e takimit me të. Të nderuar vëllezër dhe motra, po rivazhdojmë, si të them ndryshe, me takimet tona javore, pasi që kemi përfunduar trajtimet dhe ligjërimet në lidhjen me gjuzin e 30 të Kuranit, kemi thënë se tash në prag të Ramazanit, realisht gjitha ligjërimet, fjalimet, diskutimet tona janë në shërbim të përgatitjes tonë për këtë muaj. Veçanërisht duke pas parasysh se edhe pak javë na ndajnë nga muaji Ramazan, andaj do të mundohemi që brenda këtyre javëve të mbetura të flasim për këtë muaj e pastaj pas muajit Ramazan, nëse Allah na jap jetë e shëndet, vazhdojmë inshallah edhe me rrjedhën e ligjëratave të zakonshme me një seri të re inshallah. Së përket temave të Ramazanit, është bërë tashmë zakon i njohur për të gjithë juve se në prag të Ramazanit ne flasim për Ramazanin. Flasim për përgatitjen realisht për Ramazanin. Dhe kur themi fjalën përgatitje, në kupton se diçka e madhe po na pret. Diçka e rëndësishme po na pret. Për faktin se njeriu nuk përgatitet për diçka përveç se nëse e vlerëson dhe e konsideron të rëndësishme. Andaj kemi trajtuar vite me radhë tema të ndryshme që i shërbejnë kësaj përgatitje. Edhe pse gjitha që kanë kaluar edhe po të ripërsëriteshin, do t'jenë interesant e të rëndësishme. Nga se, për shembull, temat e vitit kaluar për Ramazanin s'kanë qenë për shkak të vitit kaluar, e që s'jon për këtë vjet. Jo jam për këtë vjet, e për vitin e ardhshëm, për 10 vjet e ardhshme, 20 tjera. Për shkak se kemi folur për Kur'anin, po edhe të para 2 viteve, 3 viteve. Kështu që ato janë vetëm në aspektin e kohës së shfrytzuar, por jo në aspektin e afatit të skadencës. Ato mësime nuk janë që ju ka skadua fati e tash si vjet kemi një temë 3 më të freskët që ka të bëjë me këtë Ramazan. Nuk ka kështu. Andaj edhe kjo temë ka të bëjë për Ramazan të kaluara dhe për të ardhshme, sikurse edhe temat e kaluara që kanë të bëjnë me Ramazan të kaluara dhe të ardhshme. Por këtë përpjekje është që të plotësohemi në vazhdimsi. Çdo Ramazan të kemi nga një plotësim shtesë që e bën këtë Ramazan më të frutshëm, më të dobishëm për neve. Të nderuar vëllezër, çdo musliman dhe muslimane natyrshëm i gëzohet Ramazanit. A kemi arsye të gëzohemi? Po shumë kemi arsye të gëzohemi. Dhe përgjigjja pse duhet të gëzohemi, besoj që është e qartë, e shpjeguar dhe do të shpjegohet në vazhdimsi që ta shton disponimin, motivin dhe gëzimin për muajin Ramazan. Mirë po, ekziston një pyetje tjetër e cila vetëm hyrje në këtë përgatitje, pastaj rridha derisa ka të bëjë me diçka tjetër. Mirë po, ky gëzim të nderuar vëllezër, a është disponimi, a është ndjenja e vetme që na përcjell në pritjet e Ramazanit, apo mund të ketë edhe një ndjenjë tjetër? Do të muslimani, a veç i gëzohet Ramazanit, për shembull, a mund të jetë mërzia e natyrshme kur të pet Ramazanin? Jo veç gëzimi. Për shembull, ti e pret Ramazanin me optimizëm dhe e pret Ramazanin me një lloj inkurajimi të vazhdueshëm se meq Allahu na solli din këtë ditë, me lenin Allahut ne kemi shpresë se Allahu na fal, na ndihmon. Rregull, kjo është një pjesë. A është e tëra apo besimtari duhet që edhe ta ketë një ndjenjë tjetër të shoqëruar me këtë, e cila e balanson këtë dhe orienton si duhet. Ne i gëzojmë Ramazanit, po, si Ramazan, si begati dhe si kujdesi Allah ndaj neve. Nga kjo perspektivë i gëzohemi. Mirë po, nga aspekti i shfrytëzimit deri më tanishëm të Ramazanit, duhet ketë edhe një dozë të mërzisë. Duhet ketë edhe një dozë të shqetësimit. Nga se të nderuar me ta mundsu Allahu xhallahu ala ardhin e muaj, sikur është Ramazani,
dhe pastaj një produktivitet që e kemi gjatë Ramazanit dhe një ndryshim që e gjejmë pas Ramazanit, nuk është fort që na gëzon deri në atë mos sa që mos ketë hapësirë fare dhe për mërzi. Veçanërisht kur ketë parasysh se Allahu te bareku teala përmend disa zhvillime interesante ditën e gjykimit, e nga këto zhvillime ditën e gjykimit është se Allahu thotë kom ju ra ndërmend çka keni bo. Kom ju ra ndërmend çka keni kalu. Sikur që u ka thënë ai besimtari që ka besu Musait alayhi salam, kur ka thirrë popullin e vet, popullin e Faraonit, fasetadhkuruna ma aqulu lakum. Do t'ju bien mend çka po ju them. Tash ju ka ani thirrës një mundësi, po e neglizhoni dhe ignorani, në rregull. Vazhdoni jetën tutje, po thuaj se nuk ndodhi kurrë. Por kë marr dita do t'ju kujtoj çka ju kum thonë. Tash të ndërrua kur vije dita e gjykimit dhe njëri tash i kujtohet këtë çka ka bë. Gjithë ato Ramazana që i shfaqen, sa mundësia ka qenë me u rrit, e me u zhvillu, e me u ngrit, ndërsa produktiviteti nuk ka qenë në nivelin e duhur, ndoshta çdo faqe e Ramazanit nuk dëgzon gjithmonë kur fletohet. Ndoshta në një të mërzit. Kështu që të ndërlozër gëzimi nuk duhet të jetë vetëm një emocion dominues, apo i cili na mban si s'po them të dehur, po na mban domosdoshmë si të hutuar ka shi edhe pjesës së tjetër të përgjegjësisë tonë për begatinë e Ramazanit. Dhe Ramazani është begati, është mirësi, është mundësi e madhe, edhe është gëzim. Mirë, po është edhe përgjegjësi. Është përgjegjësi. Në anën tjetër, kjo nuk guxon që asnjëra të besimtari me shkaktu zhgënjim apo dekurajim apo me shkaktu taj ndonjë larg asaj mendim jo të mirë për Zotin e tij, për shkak se për këtë do të flasim inshallah, mirë po e tëra që kërkohet nga pjesa e dytë e emocioneve dhe ndjenjave që ka të bëjë me një lloj brengë dhe mërzie është të ngritet përgjegjësia dhe jo vetëm gëzimi, dhe jo vetëm hareja, dhe jo vetëm disponimi i mirë. Mirë po edhe pjesa e mbetur e rrëfimit që ka të bëjë me Ramazanin. Po ai po vjen, çka? Ka pas nga dietarët e hershëm që kanë përmend se për disa begati janë gëzu, por disa raste kanë thonë, ma mirë mos të kisha pas, ma mirë mos të kish ardhë, ma mirë, për shembull, ku e gjejmë këtë në vëzër? Çka tha Mërjemi a.s. kur Allahu Gjellewala ja dha Isaun a.s. Aja që e ka dhe Mërjemës, me gjitha njësit matë është begati. Apo, me gjitha njësit matë është ndërim. A e ka ndëru Allahu te barekutaala? E ka ndëru Allahu Gjellewala. Mërjeme a ka njoftë Allahun ma mirë se na njoftë Allahun mirë se Mërjeme a.s. E ka qenë adhuru se Allahu e ka përzjedh me i shërby, apo, e përzjedhur. Por mendon një grua, domthon nuk martohet, nuk e prek burri, e ndershme dhe ka fëmijë. Dhe këtë fëmijë ka direkt nga Allahu te barekutaala, mrekulli që askujt histori njerëzimit si ka ndodhur. E veçantë, cila është e grua që ka lind pa burr? S'ka, nuk ka gru, e cila ka mbetë shtatë zane dhe e ka lind një fëmijë, po dora e mashës e ka prek. A ka një histori grua tillë? E nuk ka. Ademi a.s. është lind pa babë pa nonë, veç Ademi a.s. i ka kriju Allahu Gjellewala direkt, a i s'ka kalu në procesin e embrionit të mitrës, a i s'ka kalu në ato, a i direkt dhe o po njeri. Kaq dhe havaja që ka donë nga Ademi a.s. Kjo është specifike. Mas tyne, nuk ka ato. Ka shri kësa i qka tha Mërjem a.s. Ja lejteni mitu qable hadha vë kuntu nesjen mënsia. Si ku të kësha me dek para kësaj me ku në harrume. Pse o grua? Po të histori ke hi, jo. Po ti ke hi në historinë që ki mu përmen, së të ka prek, ty të ke fundit, Allahu të ka pastru. Mirë po e pret një sprov e fjallet njerëzve, asaj që shja bëja pëtën. Dhe i ma mirë me vdek se mu ballavaqu me një sprov e cila realisht është pasoj një begatije. Përshka nuk dhe njëri që shja del, nuk dhe njëri që ka ndodha.
A e në të ndërëzë, ne e gëzujme Ramazanit, është vërtet, ne kemi qefë me në ndodhë. Po tjetra, qka nëse? Në fund, nuk performon, nuk e manifeston si duhet begatin e Allahut mbi ty për arritjen e Ramazanit. Andaj gjitha këto njohuri dhe kuptime, tek ne duhet të ngacmojnë dhe provokojnë përgjithësinë ka shi kësaj begatie, e cila përgjithësi pastaj na shtyn, na lëviz, na motivon që ama sinqerisht themi kësaj radhe ka më kon më ndryshe. Sinqerisht u voftë. Nuk u bazuar mbi çfarë baze, mbi atë kaluarën dhe këtë që e përmend deri më tani. E që tërë kjo të ndrozër mos të shndrohet në një pesimizëm dhe një dekurajim, duhet që zemrat pajiset me një adhurim i cili nëse instalohet si duhet në zemër me lejen e Allahut të mënduar, apo çdo frikë, çdo ngarkesë nga përgjegjësia realisht e bën inkurajim e jo dekurajim. Është mendimi i mirë për Allahun te bareke ve teala. Para se të flas për mendimin e mirë për Allahun xhalla xhelalu, njeriu duhet gjithë me bumen çka kur del te Allahu xhalla wala. Para mendoni të ndërvozër, sikur se Allah e pranon surën Safat, Ibrahimi alayhis salam kur i tha popullit të tij, çka adhurojnë kështu? Eifken, shpifja, akuza, tërlime, pas Allahu të adhurojnë, s'hen këta kur gjë. Kur përmani këtë detaj, fama dhannukum bi rabbil alamin. Çka mendoni për Zotin e gjithësisë? Kështu tha. Çka mendoni për Allahun ju? Në çfarë kuptimi tha çka mendoni? Në kuptimin e asaj se i bëni Allahut shok, jetoni lirshëm, konsumoni begati. Çka mendoni keni më thon kur ti pyet pse s'm keni adhuruar? A bën mend këtë punti, a bën mend këtë dalje? Dhe kjo është një ndjenjë që duhet me të përcjellë në vazhdimsi. Prandaj është e vërtetë që Ibrahim asam i tha popullit vet në kuptim të një lloj qortimi vetëdijsues. Për shkak se ata kishin rënë në nivelin e mëkatit më të dytë, shirkut. Mirë po, a mund të marrim edhe ne nga kjo pyetje e Ibrahimit asam në pyetje për neve? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Çka mendoni për Allahun i cili çdo vjet ju begaton me Ramazan e ju ku jeni? A është kjo pyetje që neve na përket? Po, të përket në isë, se nuk ka në Kur'an diçka që është e veçantë veç për dikon s'bën për tjertë. Mund tjetë sebeb për ta, mund tjetë një kuptim për ta, po dhe për neve është. Të gjitha ajete që kërcnojnë i dhujtarët, a janë kërcnim edhe për neve besimtarët? Po, nëse bëni kështu, çu ka ndodhur? Edhe është kërcnim. Nëse për ta direkt, për ty është ma indirekt, ama edhe ti i përfshin. Nuk mund me kalu ka ajetet e, për shembull, kërcnimit për shirkun, i qetë e i sigurt, po thuaj se s'po ndodh kur gjë nga se ka bëme njerëz tjerë. A mund me ndodh kështu? S'ka mund si me ndodh. Edhe ti e merr, ka dalë se nuk dihet ditë e fundit. Prandaj Ibrahimi alayhis salam ka pas frikë nga shirku. E ka lutur Allahun xhallahu se kur sa sura Ibrahim, që Allahu xhallahu më ruajt e më largu atë debitit nga adhurimi i idhujve. E sikur që ka thonë Ibrahim në Khaj rahimullah, ka thonë wa man ya'man ba'da al-Khalil. Kush është i sigurt mas Khalil. Khalil është titulli i veçantë dy njerëz në historitë njerëzimit e kanë pasur. Ibrahim e sëmë edhe Muhamedi alayhi salatu wasallam. Khalil. Don i afërt me Allahun, don afërsi që kur se ka optu. Megjithatë ka pasur nga shirku. Dua të them që nuk mund me kalme për ajetet e shirkut, nifakut për shembull, kjo është ata munafikat që njekin Ibn Selulin e ti. A janë ajetet nifakut edhe për neve? Surja Munafikuna është për neve. Surja Tauba është për neve. Po, andaj edhe pyetja e Ibrahimit është për neve. Fema dhannukum bi rabbil alamin. Çka ta mërmenja për Zotin e gjithësisë që kimi i thonë kur të pyet 20 Ramazana ku është? 15, 30, 35, sa në kiprita? Ndaj, këto qërtime vetëdijsuese të në Kur'an duhet mi marë seriozisht.
Duhet mi marrë seriozisht, veçanërisht kur je në ballafaqim me një nga begatit kaq të mëdha sikur sa është Ramazani. Diçka pa imagjinueshme. Nuk ka mundësi me shpjegu për pikë deri në fund çka Ramazani përveç Zoti i Ramazanit. Na mundohemi shpjegojmë, themi, kërkush nuk e din. Ç'a dim na çka Ramazani? Çka dim na çka është shpërblimi i Ramazanit? Pa ditë gjykime çush Allahu pagun agjëruesit, çush Allahu xhallahu din, nga se esenca e tij është sabri, e Allahu ka thonë inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimtarët do t'u jepet shpërblim pa hesab. Unë nuk di çysh mund ta më shpjegu pa hesab kur Zoti xhallahu ala thot pa hesab. Çysh thoshte? Ta di më shpjegu pa hesab kur dikush ka më shpërbly pa llogari, për shembull, 1 miliarder që thot sopë. Ti asa të nuk e di më shpjegu sa mund me dhonave. Dhe me Zoti i gjithësisë. Ai thot bi ghairi hisab. Do të thonë shpërblimi nuk i nënshtrohet në mundësisë së kalkulimeve numerike, pa mundshme. Te kalon këtë dimension. Atëra shpërblimi është pa numra. S'ka numra, nuk di ç'i bën kjo, po çfarë ka thënë Zoti te barekutaala. Dhe kush di me ka dhuçar Ramazani? Kur shpërblimi për ta është pa hesab. E adhurimi sa është pa mundshme. E ka shikse begatie, pyetja është, fema dhannukum bi rabbil alamin. Çka ta mërmena për Zotin e gjithësisë që të ka begatu me qenë musliman, me qenë rrugën e tij, e po djen muaji që i japim do shpjegime, po pra presje mbetet apo presje. Pikën ja çet vet Zoti i gjithësisë xhella xhelaluhu. Prandaj të ndozur, me që është pyetja çka mendon për Zotin, ne do të marrim disa udhëzime që nga ky ligjërat e tutje për mendimin për Zotin. Por një mendim i ndërtuar mbi bazën e udhëzimeve të shpalljes, i cili është mendim i duar në raport me Allahun, i cili nuk është mendim i qefeve, i tekeve, por është mendim i bukur, i dashurisë dhe i përgjegjësisë. Mendim i dashurisë dhe i frikës. Mendim i shpresës dhe i frikës. Mendim i cili nuk është supozim, por është bindje. Ne i themi mendim kur ti mendon se dhe bindja është lloj mendimi i brendshëm. Sikur që hamendja është mendim, supozimi është mendim. Është niveli më i lartë i mundësisë të menduarit që është bindje. Mas ti mendimi s'ka tjetër, s'menon të ndryshe, po si ashtu. Mendoj mirë për Allahun te barekutaala. E pse mendimi i mirë për Allahun xhallahu ala të ndërlozur është interesant për muajin Ramazan, edhe pse është gjithmonë ky. Po na do të mundojmë me ndëlidh pak më ngushtë me Ramazanin, por veç në fillim, pastaj mbetet sqarimi i vazhdueshëm për tërë jetën tonë. Sonte është një hyrje më tepër, një qasje pak më tepër vetëdijsuese për këtë adhurim, pastaj sqarimet do të vijojnë inshallah në javën e ardhshme, ku do të flasim edhe për prezencën e mendimit mirë në jetën tonë. Fushat e jetës tonë dhe ku duhet me depërtu mendimi mirë dhe si e organizon jetën tonë, mendimi mirë në fushat e ndryshme të jetës tonë. Në këtë përdojmë që adhurimi me e organizu jetën dhe imani me qenë funksional, praktik, jo me qenë teorik apo abstrakt, shpjegimet vazhdueshme, por të pa prekshme nga jeta e përditshme. Jo, do të marrim pjesë nga jeta e përditshme, me thonë që në këtë pjesë tjetës që shto funksionon mendimi mirë, që shto të ndihmon mendimi mirë, që shto organizohet jeta me mendimin e mirë për Allahun te bareke u teala. Normal pastaj edhe si me kultivu, si me arrit, si me ndërtu në zemër tonë dhe shembujt nga e kaluara për këtë çështje që na motivojnë, na inkurajojnë dhe na udhëzojnë dhe frymëzojnë që duhet. Andaj sot thash është një hyrje më tepër dhe qasje vetëdijsuese dhe informative për këtë adhurim. Mendimi i mirë të ndërrullazër është nga adhurimet e zemrës. Prandaj, për faktin se nga adhurimet e zemrës, është mjaftueshëm arsye me fol për te. Pse? Për shkak se kur flasim për Ramazanin, për namazin, për haxhin, për çfarë do adhurime që flasim, se duhet me u përgatit, duhet me e kry mirë, duhet me pas ndikim, apo të gjitha këto janë në shërbim të kujt? Të përmirësimit të zemrës.
Të gjitha këtu. Do ne kërkojmë një Ramazan i cili e përmirëson zemrën. Mjafton kjo. Zemra e përmirëson gjuhën. Zemra e përmirëson gjymtyrën. Vetë ai kryen këtë punë. Prandaj kur ti e vendos një udhëheqës, një lider të fuqishëm në një vend, apo edhe i cili është i pushtetshëm, i fuqishëm, leja ati punë, ai tani rregullon sa ai çit punë ka. Andaj zemra të ndërlozër e ka këtë punë me rregullu qenjën tonë. Por duhet e mas pari më rregullu, sikur se kemi shpjeguar me 10 e me 100 herë. A çdo përpjekje në Ramazan synon me e përmirësu kë zemrën tonë. E mendimi i mirë është nga adhurimet e zemrës. Madje dietarët e kanë përmendur se është nga adhurimet më të rëndësishme të zemrës. Nga se mbi bazën e mendimit të mirë ndërtohen edhe adhurimet e tjera, sikurse sinqeriteti, vërtetësia e tjera që kemi folur për to në të kaluarën, edhe bindja. Edhe bindja ndërtohet mbi bazën e funksionimit të mendimit të mirë për Allahun te barekuhu teala. Për këtë arsye, gjen nga të parët tanë që në duat e tyre shpeshherë e kanë përmend këtë adhurim. O Zot, më mbush zemrën me mendim të mirë për ty. Madje kanë thonë se ai që ka mendimin e mirë për Allahun, i ka të gjitha tjerat pastaj në rregull. Sikur që mund përmendë se mendimi mirë për Allahun është një lloj rregullatori nga një anë dhe nga ana tjetër treguesi për gjendjen e zemrës dhe raportin e saj me Allahun te barekuhu teala. Çka nuk kupton mendimi mirë për Allahun te barekuhu teala? Çka synon na me përmirësu në Ramazan ose para Ramazanit, apo që në Ramazan të hyjmë me një dozë të shtuar dhe nivel të ngritur të mendimit mirë për Allahun xhallahu ala, i cili pastaj rregullon edhe çështjet e tjera që neve na duhen në Ramazan. Çka nuk kupton kjo? Dietarët kanë definuar mendimin e mirë edhe me definim kuptimor, por edhe me definim praktik. Don ka mendimi mirë për Allahun është kjo shembull i ka sjell. Dy mënyra të definimit. Në përgjithësi se i përmbledhëm gjitha këto definime të nderuar vëllezër dhe motra, kuptojmë se mas pari mendimi i mirë për Allahun është besimi i duhur në Allahun. Që kjo është? Do, mendimi i mirë është me besu drejt në Allahun. Qysh i bjen kjo? Për shembull, nëse besimi yt në Allahun, se Allah është i vetmi që meriton të adhurohet, i vetmi që meriton të adhurohet, që kjo është mendim mirë për Allahun? Po, se ti ke menu për Allahun atë që duhet me menu, se vetëm ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Kur ti menon se Allah është i gjithëmshirshëm, i gjithfuqishëm, kur ti menon se Allah është i drejtë, i butë, e bujarë, ç'ke mendim, a është i mirë për Allahun? Po, por kur ti menon për Allahun sipas asaj që të ka mësuar Allahu, nga se dallon me njoft Allahun si falës në bazë asaj që të ka mësuar Allahu e në bazë asaj që e ka qef nefsi. Do njerëz e njohin Allahun xhallahu ala, po njohje që e ruan komoditetin dhe rahatin e brendshme. Allah është falës. Sahi, po çaja që është falës, a është falës që shka thonë aja që shpo thonë ti? Për dhe ne, kur flasim për mendimin e mirë për Allahun xhallahu ala, flasim për njohjen e duhur të Allahut, duke ja pohuar tër atë që i takon Allahu xhallahu ala me bindjen e plotë se këtë takon Allahut. Që ky proces nga fillimi deri në fund quhet mendimi i mirë për Allahun te barekuhu teala. Bon. Madje mendimi i mirë për Allahun është se Allahu xhallahu xhelalu nuk i bën të barabartë mirën të këqijt. Edhe dënimi edhe xhenemi është mendim i mirë për Allahun xhallahu xhelalu. Mendim i mirë, nga se mos me ekzistu xhenemi nuk funksionon mendimi i mirë. Për arsye, krejt që ka të bëjë me Allahun xhallahu ala në kuptimin e dur sipas asaj që Allahu na ka mësuar, është mendim i mirë për Allahun te barekuhu teala. Gjithashtu nga definime që dietarët kanë përmendur është se mendimi i mirë për Allahun është bindje pa luhatshme. Shiko, bindje nuk ka mendim, supozim. Jo, mendim që nuk kupton bindje. S'ka mendim ndryshe. Bindja e paluhatshme se e tëra që vije nga Allahu te barekuhu teala është e duhur, e dobishme dhe e mirë.
pavarësisht a ka të bëj me caktimet e tij të kaderit apo me dispozitat e tij të shariatit. Këtë që ka vjen për Allahut është hajër. Këtë që vjen për ti është mirë. Mendim mirë për Allahut te barekutaala. Ibn Qayyim rahimahullah kur këtë pjesë sqaron, thot shumica e njerëzve, edhe pse mund të mendojnë ndryshe, ata në esencë kanë mendim jo të mirë për Allahun te barekutaala. Ka se shumë nga njerëzit në caktimet e caktuara dunjas mendojnë se nuk i është dhënë haku që duhet, nuk janë shpërblyer sa duhet, nuk e kanë marrë atë që e meritojnë. A mendojnë shumë njerëz ashtu? Mendojnë? Për shembull, adhurojnë Allahun, mundohen me largu pi harameve, pastaj thotë subhanallahu, nuk e di pse Allah s'më përgjigj në dua bona. Çka pika buran çka? Pika buran kjo. Këtë mundohet halal me bon në fund hub. Thotë subhanallahu, me halal njëri, e çka pika vjen kjo? Çka është e brendshmja, që e aktivizon provokimi i dunjas ka era as vetë se din që e kia për. Vjen ngacmime dhe qëtë shesh apo. E para se të befasohemi me reagime të pakëndshme, të pahishme në raport me Allahun xhallahu ala, të rregullojmë vetveten, të përgatitim për mendim të mirë pavarësisht situatave që kalojmë. Pavarësisht situatave që kalojmë apo. Përmendoj për shembull të vëllezër që të shpjegojmë më vjen po. Përmendoj për shembull gjendjen e pejgamberit asa me Abu Bekrin në shpellë. Një test i mendimit të mirë. Krejt sebepet i kanë marrë. Ti, kur lexosh në biografinë e pejgamberit sa, te pjesa e shpërngulës hijretit, ti habitesh çfarë sebepe ka marrë pejgamberi me dal i sigurt nga Mekja. Madje mos me qenë pejgamberi ai sa pyetje, po dikush tjetër, ti kishe me gjykuar se ky ka qenë një frikacak apo që është dridh nga frika pe kurajshva. Normal. Domthon njëri krejt i ka bën msheft. Gjithaj mobilizim. Apo për me shku deri në Medinë. S'ka dal nga rruga e Medinës, s'ka dal nga rruga e Yemenit, e kundërta. Pastaj është ngjit dhe në kodrën Thawr është ngjit, madje thot Abu Bekri radhiyallahu ta'ala ngjitej me ansorët e këmbëve të tij që mos lën gjurmë, para më në. Anash, mos më lën gjurmë. E mos lasëm që shka dalë, domthone, pastaj sebepet që i ka marrë me familje Abu Bekrit. Njën e ka për ushqimin ai bariu, delet i ka shetite, shumë sebepe. Mas krejt sebepeve që i ka marrë. Mjafton që në rrugë të Allahut të konë. Mjafton që po del me rrugë shpallje, s'po del për veti. Mjafton që kja. Mjafton që Allahu xhalla xhelalu i ka shpall, edhe për shkak të qësoj shpalli i ka dalë problem me popull vet. Apo a ka pas pejgamberi probleme personale me popull vet? Jo, shumë mirë u kon. E kanë dashur, e kanë respektu, i kanë jep titoj, çmime, nderime të vazhdueshme. Erë shpalli u prish. O çështu? Po çështu të kon. Deri sa ka shpallja, Sadik Emin, i vërteti, i sinqerti, besniku, apo. E kanë pyet, e kanë konsultuar, e kanë ndëruar gjithë apo. Si ka shpallja gënjeshtari, mashtruesi, sirbaz. Ka ndëruar situatë, ka ndëruar. Mirë, për hir të kujt ka ndodhur kjo? Veç për hir të Allahut te barekuta. Në fund e ka shumë Mekën, çapën pelen, vani ku rrit, me shkumë në vend që s'ka përvojat e nuk kreti ka bë për Allahun xhallahu ala. Menoj që se kjo është e gatë lista me të kallëzuar, në gatë lista. Mas krejt kësaj, Abu Bekri ka thonë, kohë nësi i këshyrin kanë më në papa. Subhana, ka që nga ta? Ka që nga ta? Wallahi të në vëzër, veç ata me menu se mund me konë nalë shpil, është e tash pse menu këta kështu apën, as i mërëm në sebepet tëmë. Se ne më unë gjitë nalt, e marrë dete goja e shpilës, edhe mes pejgamberit edhe kurejshve me kap, një ullje shikimi sysh, kaq, ku jenë sebepet, ku e lodhja, ku është sakrifica, ku është angazhimi, ku është përpjekja, këtu ku shkun. Kajtë, ka thonë pejgamber sëmë, la të hazen, inna Allahe ma'ana.
Gale mos e ki, se Allah është me neve. Që tu kur e thush, që kështot, kur të afrohet, dirë që të ketë, me lejnë Allah s'ka që me ndodhë, se mirë ka me konë, që kjo është me ndi mirë për Allah në gjellë e mëratë. E shpesh e njëtë së themi që shumë apë. Kur vjen të goja e shpirës, e pse mërë Allah? E pse ata po hekin atje, asje këm balë që shto që këta ata pse veti kështu? Kanë për veti kështu. Andaj të vëzër, ka shumë arsye si kur kam i spjegu. Mirë po, më ndërë mendimi mi për Allah në gjellore e që është një adhurim që në mungon shumë. Edhe duhet me investu shumë. Prandaj, në muajin e Ramazanit është shans ideale. Për shumë arsye që të përpjeki me t'japi mundi që ta përmirësoj mendimin për Allah të bareke ve teala. Ma ti i bindur, një bindje që qetëson zemrën, qetëson shpirtin, se gjithçka që vjen nga Allah është e dobishme, e duhur dhe e mirë, sikur që theka, qoftë jetë caktimi i kaderit apo qoftë jetë dispozit e shariatit. Dispozit e shariatit. Allahu e ka bërë këtë obligim për gra, e pse burrat? E ka bërë këtë obligim për burra, e pse gratë se kanë kështu? Kjo pse pika po bërën kjo? Pika, se kam me kundërshtu, e që përves. Me që përves atë. E pse nuk po vetë për dhe tjera? Pse i rahat? Apo, e ke pa njëri kur vetë, kur zemra të razohet. A ka mundësi nërë njëri me vetë, për shambull, kur je konë smut, edhe je shëru, edhe je shnosh. Je shëru. Mas një procesit saktuar të trajtimit, apo. Mas shërimit, njëri a vetë, se më shërej Allahun, këti që ku mbovë Allah, a vetëshët? Ja vetë. Po normal që më shëru, se kështë e mjeku të në investim, po, e smuja, të smuja vetë, a përshë që i ki problema, për Allahun gjellora edhe smuja dhe shëndeti njëjtjen. Njëjtjen. Në sens njëjtë ndodhe njëjtë. Edhe kur ki edhe kur s'ki, për Allahun është njëjtë. Të tindrën e sapja, a duhet me nërru? E ndërën? Pa që të opra, mendim mirë për Allahun të varë këtëra. Të jedin që kur s'tjap, është ma mirë se me t'jap. Edhe kur t'jap, t'ka jap sa i ka doshë, që t'i meritan. Që kjo mendim mirë për Allahun të varë këtëra. Që shtë me në njëri? Njërës me nënë kështop. Njërës me nënë kështop. Andaj të ndërlozër, kjo sështë, me thonë, nështë diçka e jashtë natyrshme. Njërë është natyrshme që shtopën. Innel insane khulika helua. Njërë është i prirur me pas frike, me pas panike. Normal. Illa Allah pas, ata që kanë një proces përmirësimit. Për që ta, andaj na po kërkojmë një proces të përmirësimit vazhdueshëm, të shpërlarjes së mendjes tonë me ujë shariatit, me ujë shpalljes. Që thonë ata, ja kanë shpërlar mendjen. Po normal që do të shpërlar mendjen nga bërllogu i ideve ndryshme, që në rrinë to e çka s'kena nije, çka s'kena ndëgjue. Apo normal që duhet. Normal. Ana njëri për shembull ka punu në mbeturina, ka pasu në lot. Po je pastruti apo tash, po normal, kur punosh me bërllog do më që pastrohesh. E ti prej ke kalu në për faza ndryshme, ke kalu në durë të pejgamberve, a të vlijave, qëka ke kalu t'ja, qëka s'na kanë thone, qëka s'kena nija, po normal që duhet me shpërlaki tru që e ka prej këtu një famë dytësine, e që e ka zbe mendimin e mirë për Allah të vare këtane, e ka zbe. E shumë njerë, realisht, qasë në për të mëllartë, shumë e materializuar, kalkuloj me njësi matë se materialiste në raport me Allah të barë këtale. E duhet me të kalu këtë dimenzion, nga është saj, pa numra me Allah, bigajri hisab, me Allah në gjellë duhet nëryshe me nuam. Aje që kjo është mendim mirë për Allah në gjellë gjallu. Aje din, unë zdi. Që ty Allah ka thonë, bashkë që ty ku preken telat, që ty ka thonë Allah gjellë, ma e men, Allahu din të zina. Asa në të krahu shenë, khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum. Ndodh që jo me dash diçka, po nuk kam i për juve. Ndodh që
ju me urrej diçka, o mirë për juve. Qysh bre? Kjo komplet është përmbysje e peshoreve. Komplet. Ku është qetësia? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ai din, ti s'din. Çështu dush më rënua për në gjithë. Ai din, s'di ju në. Ai din. Ama për me dhonë kësi përgjigje para hike njët që qëtësën zemrën, pa u pastru, s'ka. Nuk ka pa u pastru. Jo. Prandaj të nërëzër, pastrimi i mendjes, i zemrës, që të funksionën mirë në raport me Allahun xhallahu, gjithë më nëse ti mire ki. Krejt që ka Allahu bën ka urësi dhe ka drejtësi dhe ka mirësi. Qështu e ki bërç me thonë, apo, e ki bërç me thonë, se me thonë dryshe, mos vetë puna, apo, po edhe ki bërç me jetu qështu, e kjo fazë me avancuar. Kjo është fazë me avancuar. Me jetu me këtë thënje, është fazë me avancuar. Se letë është me e thonë, po fështirë është me jetu. Andaj ne të shumë që të avancohemi, apo një hapë më tutje, që në ashtyn nga deklarimi në organizim, nga pohimi në bindje dhe në qetësim, që të dojnë me shkuna, e që kjo është aja që po flasë për pregaditje. Na dojmë që kur të kyet Ramazani, që tani me pregaditje dhe me Ramazan, me pastru mendjen, që kur mënën për Allahun xhallahu ala me menu veç mirë. A në kjo është që ka të bëj me kuptimin. Që kjo kuptimi? Kalim thi përmena disa, po tash një pak më të renditur, një përgjigje të radhës në pyetjen e pse që kjo adhurim bashkë që tash ato. Në Ramazan në kena nevojë edhe për sinqeritet, kena nevojë për dëvës, shumë sa në kena nevojë. Pse që tash? Po shumë arsye. Mas pari të nërozër, për shkak se është adhurimi i zemrës, është ibadet, është obligim me pas me një të mirë për Allahun xhallahu. Nuk është kjo nafile. Jo, është vajib, është farz më i madh se namazi. Mendimi i mirë për Allahun xhallahu është farz më i madh se agjërimi. Është më agjërimi, për mirë është. Adhurimet e zemrës, se kemi shpjeguar, janë mi. Për shembull, njëri agjeran. A më thot, qa dhja paguna, apo rrijunta, qa bod? Shkaj apëtën, shkaj une. Po këm gjynu. Jo, ai që jap kuptim agjerimit është mendimi i mirë. Mendimi i mirë për Allah të varë të tala. Përndaj, edhe kundërta, një njëri nuk agjeran, që nuk gjën hanë gjatë Ramazanit, me leje nga Allahu te barekutaala. Mendimi i mirë për Allahun është se edhe pse s'pëngjinoj, Allah ka më dhon shpëlimin e agjeruesit. Apo pse? Agjerimi edhe kur s'gjinon, edhe kur gjinon të mund që është duhet. Mendimi i keq për Allahun xhallahu ala, edhe kur gjinon nuk çon ku duhet apo. Prandaj është mi adhurimet për çfarë duhet. Që me rregullu njëra kanë bazat që është duhet. Mandej mbi bazën ndërton lërë shumë adhurimet, Ramazani funksionon që është duhet, edhe funksionon agjerimi që duhet, namazi e gjitha që sadakaja që është duhet, e shumë të tjera. Gjënë të ndëvëzër, na duhet mendimi mirë, pikërisht dhe për shkak të rrethonave që po jetojmë, kohës që po jetojmë. Po ballafaqojmë situata nga më ndryshme. Shikoni për shembull të ndërruar vëllezër, sa ka sot të hapura njëtën tonë burimet të frikës. Janë të hapë shumë burimet të frikës. Po ndronë rani botnor, po ndrojnë këto, këmë ndodhë kja, varfnia, lufta, smundjet, pastaj gjitha këto për shamë të lëzër. A i kam bo njështë pasigurt? Po, kjo pasiguri, a vrejet njët njëzë, vrejet në fjallor t'yne, në stjel dhe t'yne, vrejet apë në pasiguria. Andaj, duhet mendimi mirë për Allahun te barekutaala që na mundson që të jemi të imunizuar karshi të gjitha përpjekjeve të ndryshme, të qarqeve të ndryshme për me përhap frikën në mes të njerëzve. Me kon njëri i qetë në raport me Allahun, por jo milion sebepet,
sikur se kena me shpjegu në të ardhmen inshallah. Jo milon me mendim mirë nuk është qef me vo. Thonë mendim mirë është punë, është lodhje, është mund. Ama sot njerëz kanë shumë nevojë për mendim mirë për Allahun te barekuta. Gjithë të vëzër, situata e në sot, për shembull gjitha këto mundësi për mëkatim, për fesad, për prishje, gjitha këto lehtësime për me lëshu rrugën Allahut te barekuta. A inkurajojnë për devotshmëri apo dekurajojnë? Dekurajojnë. Për këtë arsye fatkeqësisht, ky dekurajim që realisht është rrit për shkak të mungesës mendimit mirë për Allahun te barekuta, ka prek nivele ndryshme të besimtarëve, edhe në aspektin individual, edhe në aspektin familjar. Çfarë kuptimi? Për shembull, një musliman i cili falet që vite me radhë. Para, po them kushtimisht, 10 viteve, 15 viteve. Ku kanë qenë ambisët e ti me konaj? Inshallah me qëtë tempo, me qëtë ligjërata, këne me shku, këne me bo, fëmija tonë, inshallah, që shqonë s'ku bo hafës, fëmija më hafës, ka pasa, po. Duke unë diku nga rëthanat e ndryshme, dal nga kara, kush? Standardi i ngritjes. Me mujt namazin, me falë, me mujt. E që kanë drejt atë? Që kanë drejt atë? Ja përshet të ka friksu realiteti, të ka hupi inkurajimi. Sot për shembull të ndërlozër me folë për ibadete si namazi i natës, e me falë për këtë, sa bajnë s'pe falëm xhamia, të në mujtë me dole po. Përshet? Në kërëtate për rastet caktuar që ka rujt pasunine, që të ka rujt halal i filoni, ka shkua i vakë të hoxha po. Që ky fjallor, të ndërlozër, që sot denim, ose për fëmijët vetë, me mujtë me rrit një fëmijë, e falë namazin që s'kën udhët këqia o në shumë i gëzum. Ku janë ato aspiratat me bo vajzën e djalin, hafëzë, me bo që falën namaz ma shumë se ne. Ku e në të fjallë? Kush i kanë ru? Cëla eri i ka marë? S'kanë ru kur gjë, ne kënë ru. Mendimi unë për Allahun kanë ru apëtë. Për që ta apëtë? Se mendimi për Allahun të varë këtë është që kur kundër e thonave, nuk e hup, shpresin se ka me ardhë në cak ku duhet. Qka tha Jakubi a.s. Bive të vetë, kër e hupi e djallin e dyta, Jakubi a.s. Shumë ka hup. Ka thonë, qka tha? Shkani lëpë një Jusufin e Isakë. Lëpëne. Mas i që këtë ka hubë, gjithë rëthane e ka largu gjithë shpresë. Ku arsëtoj atë lëpë një, shkani, ku e arsëtoj? Nga se une e një Allahun që shse një apëta. Apo? E aj që e një Allahun mirë, të në lëzër, asë njerë nuk thot, është e pa mundshme në kohën tonë me dalë njerë që mund shmërët. Allahu Gjelloha ka nxirr nga situata ku sta mërmene aty njerë devotshëm, e motra devotshme, e të sinqerta, edhe të përkushtuara e kështu më radhë. Andaj, zhgënjimi është pjesë e nefsit tonë, dekurajimi e zbrapës është pjesë e mungesë të mendimit mirë për Allahun Gjelloha. Jo që të Allahu ka ndru diçka. Allahu Gjelloha nuk e sfidojnë rrethanat. Apo nuk e sfidojnë problemet e dunjas tonë, e sfidojnë një. Pse është të pa më shpërmenu se ka mësi me koni muslimani cili, për shambull, gjitha javë bën hatë me Kur'an, ja, mara hoqë. Pse është të pa mundshme? Jeta dinamike, cila jetë dinamike? Cila? E mundshme është. Ama nas kena mendim për Allahun që shduhet të apëton se nëse ti mërë se bebet, a i të në gjithë dorë në apëton. Në vetë e kena kriju një realitet caktuar që është më tepër, domthonë i ndërtuar dhe i brimusur nga zhgënjimi dhe ignoranca, se nga dija dhe motive dhe mendim mirë për Allahun te barekuta. Ne persona duhet mendim mirë për Allahun xhallahu, me rikthye prap. E mundshme është. Ban. Çka tha pejgamberi alayhis salam në
Çka tha pejgamberi sa në hapjen e Hendekut? E di çka ka qenë Hendeku vllaznia apo? Do një pak më menua dhe kada. Lexoj surën Ahzab, veç. Qysh e ka përshua Allahu gjendin e sahabëve, burrave trima në Ahzab. Ku ka qenë gjendja tyre apo? Asnjë element nuk ka qenë që ka të regu se kanë fituar. Asnjë. Parmendoni të vëllezër, veç një shembull konkret. Fisi Gatafan që ka ardhur me Kurejsh, krejt fisë arabi më bashkë. Edhe mrena kanë të rrethu që futët. Fisët e kanë prish marrëveshje me pejgamberin e sa, do nga gjithë tonë ka qenë të rrethuara. Parmendoni për shembull, pejgamberi sa çka ka një keqardhë që ka pindudh ensarve. Sa ai unë keq për ta. Unë keq për ta se, domthon, ata e kanë pagu më shrejti. E kanë pagu për shkak se kanë mbrojtën pejgamberin alayhi salatu wasallam. Ka pranuar me marrëveshje me fisin Gatafan që ata mu largu nga rrethimi, do me e prish aleancën me Kurejshët për ballë çkafit. Me i dhon frytet Medinës ato. Me i dhon hurme. Fal, caktuara, po mënoj marrëveshje edhe largon. Ka po çush jap. Ka Sa'd ibn Muadh dhe Sa'd ibn Ubada, dy udhëheqëse ensarve të fisit Aws dhe Khazraj. Pejgamberi ka thonë që çto po duam ju prezantua. Bash ka thonë ja Rasulullah, a është shpallja mendimi juti? Nëse shpallë kryej atë, jo po këtë japëm se s'ka atë çka. Mendim mirë për Allahun te barektar atë. Nëse Allahu ka thonë më udhon, këtë kena më udhon atë. Ka thonë pejgamberi jo s'është shpallë, tash më në ndryshën atë. Apo kuptoni sa po të kënkon. Të vëllazër, këtu në kësi raste, ku të zikut gruja, fëmija, pasuria, apo menja s'funksionan, në që është duhet mo, apo s'ki mo të aty hapësirë, me nënë qimë, për ju dhojmë, veç ka thonë, a ka thonë Zoti, nësa i ka thonë në regullina, a i s'ka thonë, e tash me në mryshe, zi që shka mujta mi do këtë menime, kështu, problemu konë kjo vlasnjë, ka thonë, mes ka thonë Zoti, ja Rasulullah, ku kërhurë me s'ka me marë për njëve, si o kemi jep një njëronës, për u jepëm qërësi muslimana, korë vëllam. Njës të kanë kërkuar. Në një mënë Zotë i Gjellewala, pa jo dhe në hurme të. Pejgamberi me ka ditë këtë punë. A ju kuni qetë, po ka do shta me i qetësu se s'pa kuni përpjekje. E konë qatë jena në qatë mendim. Qëtë Allah kërë ka përmendë këtë beti ka thonë, hadha me wa'adin Allahu wa Rasuli, qështu Allah ka premtu, s'ka këtu, qështu na këthona ka dalë. Mendim mirë Allah Gjellewala. Edhe në lëzër, jetë është ndryshme me situatët të lëshme. Të shme konë i gaqë me thonë, që shtu Allah ka premtu, po, ki mu sprovu këto, ki mu provu këto, ka me konë kjo, ka me ndodhë kjo, ka me kërku kjo. Ndodhë këto sene. Qysh ki me reagu apë, qka ki me thonë? Me ujë standardin, mos brasht me i ke me thonë që s'munëm na, pa qa ki me bëvë. Ki me thonë, qaqë sa ka thonë Zoti ka mu bëvë. Që kjo me një mirë, Allah Gjellewala. Që jo me një mirë, kur ti për te rrethonave shë mundësin, nuk të blokojnë rrethonat, nuk të rrethojnë, nuk të ersojnë pamjen rrethonat, po për kundër ersimit të pamjes nga ana rrethonave, drita e mendimit mirë për Allah Gjellewala i depërton gjitha këto rrethona, për të parë rrugë dole ndikon për te rrethona dhe për te rrethimit. Që kjo mendim, për shtë na duhet se mendim mirë, për shkak se shpesh i rrethum nga joshjet, problemet, kufizimet e ndryshme, që shpesh herë e bën më sto me menu, me lëshu pen parimit e ti, mira ka harami, apo, me s'ban ndryshe, pas që shto, apo, ka lehtësime fetëresh sa dush, po legjitimoj, mos tjetë legjitimimi i lehtësimeve si pasojë e dorëzimit, por si pasojë e nështrimit. Dallon, dhe më thonë, me i legjitimu lehtësimet si pasojë dorëzimit, u dorëzum. S'munë me që du, ja dallon kjo. E dallon me qenë legjitimimi i lehtësimeve si pasojë nështrimit dhe Allah të barta. Veç Allah e ka letu, se mos me pa letu. Si ai që ka thonë, a ka thonë Zotë mi unë hurme, s'ka thonë, s'ka hurme, s'ka lehtësim, gram që është do t'i gram. Qëtër dallimi, kur një lehtësim bëhet si pasojë dorëzimit dhe gjunjëzimit, e tjetri bëhet si pasojë nështrimit.
ndaj Allahut dhe adhurimit apo. E kush e bën dallimin? Cila është e fortë që na mundson me bë dallimin? Mendimi i për Allahun te barekuta. Ai për këtë na duhet mendim i mirë të ndrozë. Për shkak se shpesh ne ekspozojmë situatave të tilla. E me pas mendim të mirë. Pejgamberi gurzohej në Taif e thonte nipat kanë më vë muslimanë ato. Ti shpesh të refuzojnë këtu atë ndikosh të pagat shkon çta valla. Ku është mendim i mirë për Allahun xhallahu. Allah e ka rujt këtë vend e këtë popull situata hala më të vështira. E jo për lëvizje grupe të çoroditura që singon me Allah vetë as familja tyne ato. S'keni frikë vëllazë. Na vështimi që duhet. Ti jetësoje mendimin e mirë për Allahun që duhet me njëjë adhurim. Ti na të Allahu xhallahu. Kjo është feja e tij. Tan krijesën e tij. Ai, çka unë isha, ino më i baduk. Rabtë tuaj, nëse u fal ti më shërshëm atë. Prandaj rabtë Allahu te këta. Ti puno ti angazhohu ti e cudës tone. Po ka era kthiu un poezive po më duket e çto kthimet do të minol. S'ka kthim. Veç ka kibla ato. Ajo që e mund kokën drejt ka kibla dhe krenar me besimin që kemi është mendimi i mirë për Allahun xhallahu. Andaj na duhet sot ato. Na duhet shumë. Nga arsye pse na duhet mendimi i mirë për Allahun xhallahu atë është se aktivitetet kryesore në Ramazan realisht sillen rreth shtyllave mbi çfarë ndërtohet edhe mendimi i mirë për Allahun te barekuta. Në aktivitetet kryesore ose synimet kryesore në Ramazan realisht janë edhe shtyllat kryesore të mendimit mirë për Allahun xhallahu ala. Prandaj na duhet me shfrytzuar situatën. Se mendimin e mirë duhet me kultivuar edhe mas Ramazanit, të shehu ala dhulki gjithmonë. Ama Ramazani është ideal për shkak se ka ngjashmëri të mëdha. Për shembull, objektiva kryesore e Ramazanit, cila është? Shtimi i adhurimeve, edhe në cilësi edhe në sasi, dhe largimi i barrave që pengojnë shtimin, që nuk kupton mëkatet. Apo, mëkatet. A e dini se janë dy problemet kryesore me mendimin e mirë, sikurse e përmend Allah po munafikat, mungesa e bindjes në përkrahje, apo dhe mungesa e bindjes në falje. S'na falë Allah në që ka bo njëri këti, ka falë Allah këti? S'una me ndruun, ku me ndruun, ku më rënu këtë? Që kjo qasje dekorajuse, të regonë se mendimi i keqë është për Allah në të vartën. Mendimi mirë për Allah në është se, sa dhe tu të ndryshem. A që kjo Ramazani? E që kjo mendimi mirë? Edhe shtimi. Në përkrahja edhe shtimi i adhurime. Në kuptim të inkurajimit për shpërblema. Prandaj kush mendon mirë për Allahun, vepron mirë atë. Qysh ka thonë edhe Hasan al-Basri apo. Edhe ka dietar pastaj masi men hasuna dhannuhu billah hasuna amaluhu lillah. Ai që ka mendimin e mirë për Allahun, apo i shtohen punët e mira për Allahun. Një, sinqerisht. Ç'kjo është? Andaj ç'kjo mendimi i mirë, po? Që na e kultivojnë në Ramazan. Ndërkohë mendimi i mirë për Allah na duhet për shkak se sot kemi shumë kapacitet, kemi shumë mundësi, por fatkeqësisht i ignorojmë ato. Kemi na mendimi për Allah xhallahu të e rikthen vëmendje prap, mundson me i pa mundësit, shanset. Jo më në vlerësu, po me vlerësu mundësit, edhe ato më minimale dhe me i shfrytzuar pozitivisht ato. Është shumë tjera që mund t'i përmendim, por në fund është edhe mendimi i mirë për Allahun te barekuta është të ndërruar vëzër goditja më e fuqishme ndaj shirkut dhe mëkatimit. Për shkak se shirku ka si pasojë mendimit jo të mirë për Allahun te barekuta. Disa shembuj çka flet Allahu për mendimin e mirë në Kur'an ato. Ka shumë. Allahu për mendimin e mirë flet shumë Kur'an, shumë. Ajete ka. Disa në aspektin e lavdrimit për besimtarët e dur, e disa në aspektin e qortimit për ata që ju mungon mendimi i mirë për Allah xhallahu ala. Dhe është interesant, sa flet për mendimin e mirë,
flet për besimtarët elitar, në situata më të vështira ku realisht jo gjithkush ja del çashtu. Çfarë Allah e përmend mendimin e mirë. Si sebeb se për shkak të mendimit mirë realisht e kanë arritur edhe këtë sukses. Dhe gjithashtu sa për mendimin e keq, flet për njerëz më të keq. Do sa për mendimin e keq, flet për njerëz më të këqij. Kush janë njerëz më të këqij? Hipokritët, munafikat, do në cilësia kryesore e nifakut është mendimi i keq për Allahun te bareke ve teala. Sikur e arsyetojmë inshallah. Disa jetë si shpejt me lezu se më namur kur shumë, po do të mi kryesonte. Për shkak se tani na prishet tertibi i derseve tjera. Po nuk e zgjatëm inshallah. Allahu xhallahu që ka thënë në Kur'an. Dëgjoni mirë. Usta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabira illa 'ala al-khashi'in. Ndihmoni jetën e juaj. Këtë jetën e juaj. Ndihmoni në rrugtimin e juaj, në arritjen e sukseseve, në hyrjen në xhenet, ndihmoni me çka? Usta'inu bis sabri was salah. Me durim edhe me namaz. Allah tha, wa inna lakabira. Mirë, mos harroni kjo është punë e madhe, nuk është e lehtë. Me përdor namazin si forcë ndihmëse, me pas sabër të mjaftueshëm mi dal, kebira është kjo. Çka Allah po e gjykon se është e madhe, nuk është e lehtë. Përveç për një grup të caktuar të njerëzve. Kush janë këta? Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ata që kanë pas bindje të vërtetë se kanë me taku Allahun xhalla xhelalu. Çka mendim mirë ata? Kanë me taku Allahun xhalla, këtë kanë moharru. Ki mu shpërbly. Këtë kanë me t'i kompenzu Allahu xhalla. Që kjo bindje i ka lehtësu dhimbjet. Që kjo bindje i ka lehtësu lodhet. Që kjo bindje ka arsu mundin, lodhin gjitha. Që kjo bindje, sa më aktive që është, mundëson funksionimin e namazit dhe sabrit në shërbim të jetës tonë. A është ajet? Tha i dhunnun, dhanë, mendim, këtë razër bindje. Mulaqu rabbihim. Kjo në sprovat e jetës, në ballavaqimet në problemet, me kundërshtarët, me armiqt. Qyre Allah që ka thapë? Falamma fasala Talutu bil junud. Taluti, një mbret që Allah e ka që beni Israelve, për me e marë Tevrate që o ka marë, dhe më thonë, që o ka marë Gjaluti. A i mbreti zullumqarë. Pa ta asë kanë gudzo me menu me lutu me të mërdo. Me që fa menu me i kun i të mërë shumë më kona po. E ka më veç të këshëm pas një liderë. Allah e ka që një Talutin edhe ata se kanë gujë shumisa. Shikojnë të vëzër në fazët e klasifikime. Mas pari këtë e kanë lypë Talutin. Thuj Allah i ka thonë pejgamberit. Idh qalu nabiyyin lahum ib'ath lana malikan. Na çani lider në mbret nuk ka të lëvizë bilila, luftojmë edhe i kryjm punën tonë. Pasa Allah ja ka thut Talutin gjysa e rraftë. Ka anna yakunu lahu al-mulku alayna. Çish ky më pas pushtet atë? As ka parë, as ka skis. Da ka me parë këtë punë. Materialist ato. Ka ra gjysa. Ma shumë se gjysa. Ajde, do ju nisë, edhe kanë rate, përvimi e arshohë. Përvimi e arshohë ku ka qenë? Inna Allah mu bëtelikum bi nehër. Allahu gjellë ka më spru me një lëmë. Ka në dhëtu ujën etë. Ka më spini që të apëtë. Disiplin me testua, për nganti, a për i gërqa mujë të mshetë mua apëtë. Inna Allah mu bëtelikum bi nehër. E me nësheri me minu felej se minni. Ku shpin për këtu së vazhdo me mua. Tutje, këthanu, si jeni jo për me shko tutje, si jeni jo për Gjalutin. Ndërsa, wa men lem jet amhu, fa innahu min, illa men i gëtërefe gurfetën bjeti. E kush shpin për ti, që e për me jemë. Qëtan, kush në këta? Elita e elitës e elitës. Se ata që kanë lypë me luftu, s'ka lypë tonë. Ka lypë do të matë mikë të tyne. Kër e u ka që mbretin, që ata e në largohë. Për në të elitarët e paranë. Nga shkytur për elitarëve, edhe nga këta elitarë, do elitarë ka në të ujë. Do s'ka në. Këta spinin ujë. Vazhdojmë të ujë. Pasa e kam po Gjalutin, kër e kam po të ushtri e të armatim, që ka thonë? La ta këte lena ljeu me bi Gjalut e o gjundit. Sot s'ka shans me fitu apën.
Parana, më të mirë të më të mirë, apëtën. Kush dhe për banë, apëtën? Kush në metë? Pak kënë metë, apëtën. Që kanë gudzo me onë që kena me fitu. Me qka ka thonë, apëtën? Qka Allah të në kërëm? Kër fletë për këtë qështë, qale ledhine jedhunnune, ennehum mulakullahi, kem min fijetin qaliletin, galebet fijetin këthirëten, bi idhnillah. Wallahu ma as-sabirin. E ata që ishin të bindur se kanë me taku Allahun, mendimi një për Allahun që të gjallë. Thanë, sa grupet vogla, në pashtë në grupet të mëdhaja. Allahu është me durimtarët. Ti me koni bindun, se Allahu të shpërblen për shkak durimit, mendimi mirë. A përshë mendimi për Allahun gjallë, e realisht u ka mundësu që edhe në situatat përshpresa, me gjithë arsyën përshpresë. Edhe për vazhdo tutje, edhe kur ballavaçohesh me diçka, si a dalën, s'ka shërim, s'ka rrugë dalë, ka. Zoti e gjen diku apo. Ama kjo don mendim të mirë të fuqishëm, zemër të gjallë, nuk ka kjo fjalë atë, kjo zemra flet, s'flet kjo gjuha këto. Gjuha veç zëdhënës. Gjuha është veç zëdhënës. Zemra është ajo që merr vendim me thon, a mos me thon, me ecë, mos me ecë atë. Don zemër të fuqishme atë. Prandaj kështu Allahu xhallahu përmend këta që flasin. Gjithashtu të rrezë të pendimi. Ka'b ibn Malik, që ka për shkak të vëllezër, Ka'b Maliko, pejgamberi ka bojkotu, shoqënia ka bojkotu, këtë kanë lënë, po vonohet kjo. Rrethonat a shkojnë ka? Mendimi, cili mendim apo? Me s'pëmdon pejgamberi, apo Bekri s'pëmdon, edhe Allahu më ka lënë. Çështo shkojmë na apo? Çështo do të rrjedha shumë muslimanë ato. Shikoni të rrëdhërë, sa ma tepër është shtu bojkoti, apo është shtu lidhe me Allah në gjellë gjellë. Jo po mlenja ma, e di që Allah s'ka me mlona, që atër ka orë të ube, që Allah s'ka në sërën të ube. Wa ale thëllahet i ledhine khullifu, hatta i dha dakat alehim ul ardu bima rahubat. Edhe tre ata që nuk shkun luft, diri sa toka i ngushtuar, me gjithë gjërësin që e kishtë ato. Wa dakat alehim e nfusum, edhe shpirt ju ka ngushtuar, ngushtum gjitha anë, ngusht të nëndë. Ku e kanë marrë gjërësin? U dhannu en la melgje e min Allahi la ilehi. Edhe ishin bindur se nuk kanë mundësi me shpëtu nga Allahu përveç se duke u kthy tek Allahu xhallahu. Apo? Çfarë ka të ubej atë? Çfarë ka apo? Kur ken ngushtohet, edhe i bindur se s'ka pështim pas të kthim tek Allahu, çka mendim mirë, çfarë vjen rrugë dala. Të ubeja, udhëzimi, përmirësimi, çfarë vjen apo? Surën Tauba. Andaj të rëzër, që kja është me di mirë, Allah Gjallahu? I që të mundëson në ballavaçime, në sprova, në telashe, në ngushtica, në probleme, në gjithë shka, aktivizoje, e shë që të mundëson me pa tjera pamje, tjera ndjenja ki, tjera emocione ki për lëviz drejt përmirësimit edhe guxim shumë, ndryshimit, të vetës, të familjes, të rrethit, nga se edhin se, la të hazen, inë Allah ma'ana. Mos i gale se, Allah është me nema. Nërsa shikone të kundërtën. Qëka tha munafikat? Shumë ka për ta. Dy ajtëve që përdo me cekim për me përmbyllë. Munafikat qëka tha? Munafikat të nërëzër, Allah i përmenë surën Fetih. Allahu Gjallahu Ala, shikone, e ka konsideru, Allahu Gjallahu ka shpall që besimtar me trajtu si duhet, do në marrëvesh në Hudejbjes si qka? Si fitore. Edhe pse shumë pikat të marrëveshjes kanë qenë në kuptimin e jashtëm në disfavorin e muslimanëve. Kësaj marrëveshje që Omeri s'ka mujt me pranu, paramenaje, që ka qenë eron, Allahu i ka thonë Fetih, që tash jeni qliruar, që tash vjen fitore. Qasja ka shti kësaj, besimtarë kanë qenë bindur, që ka thonë Zotë i Gjellohen. Edhe Allah ka përmenë se kjo realisht i sjell besimtarë sekine. Në surën Fat 2 ka fjala sekine, qetësimi i shpirtit apo. Qetësim i brendshëm. Që përkundër rrethonave dhe turbulencave të jashtme, shpirti mbetet i qetë. Ka përmenë Allah Gjellohen gjeni munafikave. O yu'adhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw.
E që me këtë fitore, Allahu me I denu munafikët edhe munafikët, edhe I dhujtarët, të cilët dhanine billahi dhanne sau. Ata që vazhdimisht mendonin se Allahu nuk ka minimu pejgamberit vetë. E ka që pejgamber e kalon tash në tokë. Edhe kanë thonë, së shpejti, munafikët që kanë thonë, së shpejti, ka me arë një dajre. Dajre është, ka me arë rani shpejt, ti edhe me hekë për i të I vja rani, shpejt, jena të mobilizu që rani ka me arë edhe këti për me e larguhën. Qëka thë Allah Azul? Alehim dajre të sëhu. Juve ka me arë rani shpejt, jatën. Ju keni më shgënjy, së shpejt, jatën. Nëse, ata ka menu se Allah nuk ka menimu, si kërës të thotë Ibn Kathir rahimullah, e shumë nga ulemat të tafsirit, ka menu se Allah nuk ka menimu pejgamberit vetë. Allah nuk ka menimu poshtë, gjithë ata që kanë ardhë, edhe në vazhdimsi kanë inzistu me pengu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Qështu ata kanë thënë? Gjithashtu, edhe një ajet, Allahu në surën Fussilet në ajetin 22, Allahu thotë, kur flet për mëkatarët, të cilët me komoditet kanë mëkatu. Për faktin se ju ka mungu mendimi I duhur për Allahun te barekuhu te ala. Shikoni, mendimi I keq për Allahun ka qenë baza e mëkatimit. Edhe ç'kjo është esenca, baza e mëkatimit është ç'kjo. Allahu xhallahu thot: "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun." Në fuset, ju nuk më sheshit, ka bo gjuna, që një më shef, asë menin që ka shku që kanë me dëshmu këndër juve kush, më thonë, dëgjimi juaj, pamja juaj, ma di edhe lkura juaj. Walakin dhanantum, keni menu se, Allahu Gjellera nuk I din shumë nga to që I bëni. Nuk I regjistron shumë nga to që I bëni. Nuk kom ja u shfa shumë nga to që I bëni. Qëka tha Allahu pasaj? Wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum erdakum fa asbahtum min al-khasirin. Kjo është mendimi I keq që e patët e I cili ju shkatroj e ju bërin nga ta që këni humbë. Mendimi I keq. Na falë Zoti. E se Allah në smiret me imëcina, me këto. Që kjo është mendimi I keq për Allah në qëllë. Se Allah nuk I din, nuk I shënan, nuk I registran, nuk I dëla latë mirë me të qitë. E fenegjar e muslimin e këllë mëgjirimin, si besimtarët mi bo si mëkatarët e kriminalet edhe të pabesit edhe të zulumqarët, ma e lekum kefe të ahkumun. Qka është punë e ju, qërë gjykoni ju kështu apë? Pejka? Mendimi I keq. Pra e të nërëzër, du të më rujt nga këtu prekje. Nështë dikush nuk bo qështu ketë në kitë nivel, apo mund të preket nga mendimi I keq. Për Allahun të barekuhu te ala, në kuptim të asa që dëlshime për I bojnë, apo e se Allah në një mën. Mendimi sartë me ndojsh, se mëkati që e bën, kalën pa undërshku me mendimi keq për Allah nështë. Besimtari për do mëkat pret, me që rahmeti Allahut se ka më ardi ku nështë. E kjo e bën matë kujdesin mëkatim, dërsa tolerimin këtë aspekt, se Allahu në imbulon, pa marrë iniciativë për këtë mbules, është mendimi keq që realisht është pjesë hipokritëve, munafikëve, madje edhe ju besimtarëve dhe I dhujtarëve që kanë probleme që është të besimit. Andaj të ndërgëzër, kjo është e që ka të bëjmë me mendimin e mirë për Allahun te barekuhu te ala. Dhe për ndërtimin e tij si duhet gjithmonë. Por me që ati tash si përgatitur që në Ramazan të futemi me një zemër të pastruar, me një mendje të organizuar si duhet, me një shpirt të qetë që realisht këndshëm, e mirë, e bukur, Allahun e adhurojmë, e bindjëm në vazhdimsi. E drejtuar si duhet ka Allahu xhallahu ala me mendim të mirë, se Allah është ai që na bën mirë në vazhdimsi. Por me që ai na bën mirë në vazhdimsi, me që ai kujdes për ne në vazhdimsi, atë ne do të mundojmë që të japim spaku një mund modest nga ana jonë që me mundësitë tona t'ja shpërblejmë Allahut, t'jemi mirënjohës te Allahut për kujdesin edhe për mirësinë e tij që e ka ndaj neve. Kjo përgjegjësi dhe kjo ndërgjegje na lëviz deri në Ramazani pak më ndryshe kësaj radhe se sa ndoshta që kena pas mundësi të jemi në Ramazan të ardhshëm. E për këtë temë ka hala shumë që ka më u thonë, madje hala ma konkrete, hala ma praktike se kaq, po që do të vazhdojmë inshallah takimet e ardhshme.
Allahu na përmirësoft gjendjen, zemrën tonë, qasjen, në dhashtë Allah ambicje, vullnet për të vazhduar tutje në përmirësim të vazhdueshëm të veteve tona, të familjeve dhe të shoqërisë në përgjithësi. Allahu shpërblet, deri takim nashëm, Zoti ju ruaj, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.